Një ndeshje spektakolare mund të quhet ajo e së dielës, e luajtur në Vlorë, jo vetëm për shkak të rëndësisë së takimit, asaj se çfarë u prodhua në fushën e lojës, por edhe për magjinë që sollën në këtë ndeshje tifozeria kuqezi. Një takim i luajtur me stadiumin e rilindur, thuajse në kapacitet të plot, pavarësisht rreshjeve të shiut, një fitore me vuajtje e Ignatias në minutat e fundit të takimit. Pas ndeshjes, kanë folur për televizionin 6+1 Vlora edhe dy trajnerët e ekipeve respektive. Pas takimit, trajneri flamurtarit Carlos Garcia theksoi se përballë Ignatias ka qenë një ndeshje shumë e vështirë, pasi sipas tij vlonjatët po luanin përballë kampionëve në fuqi. Për Carlo Garcian, rezultat më i drejtë ishte barazimi. Ai komenton edhe përballjet e ashme të flamurtarit, duke thënë se çdo sfidë është e vështirë, por çdo sfidë ka rëndësinë e saj. Garcia tregon se pavarësisht vështirësive, flamurtari nuk i trembet kalendarit dhe do të përgatisë çdo ndeshje për të futur në fushën e lojës vetëm për fitore. Penso che ha stato due tempi, no? Il primo tempo penso che per la due squadre un po' più tattici. Pjesa e parë mendoj se ishte më shumë taktike. E dinim se Ignatia ishte kampionja aktuale e kampionatit. Pjesën e dytë Ignatia ishte në zonën e reptësisë dhe në momentin që bëm 1-1 dhe me gjithë dëshirën që patëm për të fituar, ata shënuan golin e dytë. Jam krenar për atë që ka bërë skuadra, por në fund rezultati është ky. Për mua skuadra duhet jetë më konsistente. Është e vërtet që erdhi te shtëpia jon, skuadra që fitoi kampionatin, dhe për momentin ishin më mirë se ne, por pjesën e dytë nuk dolën nga zona e tyre e reptësisë dhe duhet të kemi më shumë kohë si kjo pjesë e dytë. Kalendari ishte i vështirë 4 javët e para. Patëm 4 ndeshje në transfert, kjo është më e vështira për mua. Këtu nuk ka as ndeshje të vështira e as të lehta. Kemi parë kush fitoi kampionatin vitin e kaluar, që u mbet me një që është skuadër më e vogël se ajo. Trajneri Ignatias, Edlir Tetova, vlerësoi fitoren e skuadrës së tij në një fushë që sipas tij ishte tepër e vështirë për shkak edhe të numrit të lartë të tifozëve, të cilët përgjatë gjithë ndeshjes dhuruan spektakël. Tetova nuk ka komentuar rastin e penalltis të padhënë kundrejt flamurtarit në pjesën e parë apo asaj e cila nuk u akordua nga sistemi VAR. Sipas tij, flamurtari është një ekip me kualitet, por ka ende nevojë për kohë. Atëherë, e dinim që ishte një transfer shumë e vështirë, sepse Vlora normalisht me hapjen e kësaj mrekullie që ka bërë, do kërkonin me gjithë tifozërinë, do kërkonin sigurisht fitoren. Mundum të ishim në balancë, sidomos në pjesën e parë. Mendoj që loja foli për ne. Pastaj për flamurtarin mendoj që pjesa e dytë ishte më e mirë. Mendum pastaj t'i godasim në tranzicion, çdo gjë që na shkoi shumë mirë. Nuk kam parë gjë akoma, por përderisa nuk është dhënë, mendoj që s'do ketë penallti. Ishte rezultati më i mirë barazimi sot për këtë ndeshje pastor, si e shikoni? Nuk mendoj, sepse ne kishim shumë momente para portës, nuk duhet të vel momentet e flamurtarit, por kemi qenë më pranë golit si pjesën e parë ashtu dhe pjesën e dytë. Mendoj që don kohë. Më pëlqen mënyra se si luajnë, por mendoj që don kohë. Ndeshjen e ashme në shtëpi, flamurtari do ta luajë pas 2 javëve, ku do të pres ekipin e Partizanit.